Mirë se vini në botën e yjeve. AstroChart, bëni subscribe për më shumë video. Në vend të parë të kësaj liste është Akrepi. Femrat Akrep kanë një energji të fortë që tërheq menjëherë. Ato dinë të krijojnë lidhje të thella emocionale dhe të mbushin çdo moment me pasion. Nuk është vetëm çështje fizike, është mënyra si shprehin ndjenjat, si duken të mistershme dhe si bëjnë të ndihesh tepër i veçantë. Në vend të dytë, Luani. Luaneshat e dinë si të rrinë në qendër të vëmendjes. Ato kanë vetbesim natyral dhe aftësi për të bërë çdo moment të ndihet i madh. Pasioni i tyre vjen nga entuziazmi, energjia dhe dëshira për të bërë partnerin të ndihet i çmuar dhe i dëshiruar. Në vend të tretë, Shigjetari. Femrat shigjetar janë të gjalla dhe të çliruara. Ato sjellin aventurë dhe humor në çdo moment, duke e bërë çdo eksperiencë emocionuese. Pasioni i tyre lidhet me lirinë, spontanitetin dhe energjinë e natyrshme. Në vend të katërt, Gaforia. Femra gafore është e butë dhe intuitive. Kjo shenjë di të krijojë afërsi dhe intimitet emocional, duke bërë që çdo moment të duket i thellë dhe i sinqert. Pasioni i tyre lidhet me ndjeshmërinë dhe aftësinë për t'u lidhur emocionalisht.